Që nga viti 1997, kur ndëroi jetë Gjen Kalment në moshën 122 vjeç e 164 ditë, askush nuk e ka thyer rekordin e saj. Rasti i saj ka ushqyer për dekada debatin shkencor. A ekziston një kufi biologjik i pakalueshëm për jetën njerëzore apo jetëgjatësia maksimale do të vazhdojë të rritet me përparimin e mjekësisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës? Një studim i publikuar në PLOS ONE argumenton se kufiri nuk është arritur ende. Sipas tij, analizat tradicionale shpesh neglizhojnë dallimet mes brezave. Nëse krahasojmë individ të lindur në periudha të ndryshme historike, vërejmë ndryshime thelbësore në normat e vdekshmërisë dhe në mënyrën si ato evoluojnë me kalimin e moshës. Studimi analizoi të dhëna mbi vdekshmërinë e personave të lindur midis viteve 1700 dhe 1969 në 19 vende të industrializuara. Rezultatet tregojnë se për brezat e lindur midis viteve 1910 dhe 1950, rritja tradicionale e rrezikut të vdekjes me kalimin e moshës është ngadalësuar ndjeshëm. Me fjalë të tjera, jo vetëm që më shumë njerëz po arrin moshën 90 apo 100 vjeç, por edhe probabiliteti për të jetuar përtej këtyre kufive është rritur. Kjo nënkupton se rekordet aktuale mund të thyhen në dekadat e ardhshme. Sipas projeksioneve, rreth vitit 2060 mund të shohim individ që tejkalojnë moshën 122 vjeç, veçanërisht nga brezi i lindur në gjysmën e parë të shekullit të 20. Ky brez përfitoi nga përmirësimet të mëdha në vaksina, antibiotik, higjen, ushqyerje dhe kujdes shëndetësor publik. Demografët përdorin dy koncepte për të përshkruar këto zhvillime: kompresimi i vdekshmërisë dhe shtyrja e vdekshmërisë. Në rastin e parë, vdekjet përqendrohen në mosha gjithnjë më të vona, por pa ndryshuar ndjeshëm kufirin maksimal. Në rastin e dytë, vetë kufiri maksimal zhvendoset përpara. Të dhënat sugjerojnë se për brezat e lindur midis vitit 1900 kemi parë kryesisht kompresim të vdekshmërisë, ndërsa për ata të lindur midis viteve 1910 dhe 1950 ka shenja të qarta të shtyrjes së saj. Kjo është arsyeja pse disa studiues besojnë se kufiri biologjik, nëse ekziston, ende nuk është arritur. Debati mbi kufit biologjik të jetës shpesh krahasohet me organizma të tjerë. Një shembull i famshëm është Hydra vulgaris, një polip i vogël i ujrave të ëmbla që në kushte laboratorike shfaq një rrezik jashtëzakonisht të ulët vdekshmërie edhe pas periudhave shumë të gjata. Megjithatë, krahasimi me njeriun është i kufizuar. Ai tregon se plakja biologjike nuk është domosdoshmërisht një proces i pandryshueshëm në të gjitha format e jetës. Në vitet e fundit, jetëgjatësia globale ka pësuar luhatje për shkak të pandemisë COVID-19, e cila në shumë vende uli përkohësisht mesataren e viteve të jetës. Megjithatë, të dhënat më të fundit tregojnë një rikuperim gradual, sidomos në vendet me sisteme të forta shëndetësore. Njëkohësisht, përparimet në bioteknologji, terapitë gjenetike dhe kërkimet mbi qelizat staminale po hapin horizonte të reja. Shkenca e plakjes, e njohur si gerontologji, po studion mekanizmat molekular që çojnë në dëmtimin e qelizave me kalimin e kohës. Trajtime eksperimentale që synojnë të reduktojnë inflamacionin kronik, të përmirësojnë riparimin e ADN-s ose të eliminojnë qelizat e dëmtuara, po konsiderohen si hapa potencial drejt zgjatjes së jetës së shëndetshme. Megjithatë, ekspertët theksojnë se rritja e jetëgjatësisë nuk duhet ngatruar me rritjen e viteve të jetës në shëndet të mirë. Sfida kryesore e shekullit 21 është jo vetëm të jetojmë më gjatë, por të ruajmë cilësinë e jetës në moshë të thyer. Historikisht, gratë kanë jetëgjatësi më të lartë se burrat. Aktualisht, gratë japoneze konsiderohen ndër më jetëgjatat në botë, fal kombinimit të dietës tradicionale, sistemit shëndetësor dhe faktorëve social. Sipas disa projeksioneve, pikërisht nga ky grup mund të vijë personi i parë që do ta thyejë rekordin e mëparshëm. Megjithatë, demografët paralajmërojnë se rekordet ekstreme janë të rralla dhe të vështira për t'u parashikuar. Edhe nëse mesatarja e jetëgjatësisë rritet, tejkalimi një kufiri si 122 vjet kërkon një kombinim të jashtëzakonshëm faktorësh gjenetik dhe mjedisor. A ka një kufi? Pyetja mbetet e hapur. Disa biolog argumentojnë se ekziston një kufi natyror i përcaktuar nga akumulimi i dëmtimeve qelizore dhe kufizimet e rigjenerimit të indeve. Të tjerë besojnë se me ndërhyrje mjekësore dhe teknologjike, ky kufi mund të shtyhet gradualisht. Ajo që dihet me siguri është se brezat aktual po plaken në kushte shumë më të favorshme se paraardhësit e tyre. Nëse trendet e përmirësimit të kujdesit shëndetësor, ushqyerjes dhe teknologjisë vazhdojnë, është e mundur që brenda disa dekadash të jemi dëshmitar të një rekordi të ri botror. Deri atëherë, Gjen Kalment mbetet simboli i kufirit ekstrem të jetës njerëzore. Një kufi që shkenca ende po përpiqet ta kuptojë nëse është i fundit
apo thjesht një prag i përkohshëm në historinë evolutive të njerëzit.